Selver Maçkaj është i vrarë në vend. 2 shtëpiat janë ndjek edhe kunata e paralizune. Quhem Gjyhere Vezaj Maçkaj, jam e lindur në fshatin Moradem, komunës Prizrenit. Po, Selveri në kohë mas kohë është shkoni për ndjekën për policisë serbe. Ndoshta dhe ja ka një edhe zemra, tha ndoshta të ta lë barrën për jetë, po unë e kum vendosur me shku. Veç se e di që i kum thonë edhe unë jam shqiptare. Po me atë fjalë, ai më tha që nëse nuk ki frikë ti, hajde shkojmë bashkë, unë jam edhe ma i knaqe, ma i lumtur. Edhe kemi vendosur me shku bashkë. Po fëmijët, a i menduar? Nesrit kemi shku, kemi fillu stërvitjet, i kemi bo bashkë për 5 javë ditë, por sot që e menojmë, ndoshta atëherë kemi menu sa gjakë o derë në Kosovë, vetëm të janë të lirë fëmijët e tonë. Unë prapë i kishe lënë fëmijët apo jo? Prapë e kisha bo, për atë dhej, prapë e kisha. Të shkoj mendja ty se do të kthehet për me luftu? Atëherë më ka përqafu dhe më ka thënë nëse s'ki ti frikë, hajde se unë jam ma i lumtur se kur. Kamionin ku jemi konë na, jam konë unë e vetë mja femën, nuk mujmë kur, thëtë na, mi marë 2 prind në luft, e mi lonë 3 fëmijë tima, kur jo. Edhe unë fillova me qajtë, thash një ushtare ma ti për gjithmonë, nuk u konë keq për... Thash ti ja mendove që arma nuk po di me përdor, a dish? Ajo sërti ka qenë vetën aty? Edhe unë e pa shandër, vetëm që më tha, a i ki fjallë që mi ke dhanë. E boni me gjak të djallit, edhe normal e puth e plagën. Se përjetuan fëmijët humbjen e babait? Çdo fëmijë nuk e përjeton lehtë. E në këtë rast, ja kum kushtu vjerës, nanës Selverit. Mirë mama shikus të ndëruar dhe mirë se po takohemi në episodin e radhës të emisionit të rrëfimjete. Edhe sonte do qemi së bashku në këtë emision duke sjellur tek ju rrëfime të ndryshme. Fillimisht deshta t'i falenderoj edhe sponsorit e këtij emisioni, duke filluar nga ordinanca stomatologjike Luani Dent me 2 pikat e tyre në Podujev gjithashtu dhe në Prishtinë. Luani Dent ju mirëpret me një staf të mrekullueshëm dhe shumë profesional. Ndërsa një falënderim tjetër shkon edhe për kompaninë Kan Dekor, një kompani e cila është përkujdesur për rregullimin e skenës sonë. E sonte në këtë studio do të vijë një rrëfim shumë interesant që do të vijë një grua e cila do të rrëfen shumë çka për jetën e saj. Në kohën kur atë dhe o thëriste, një grua shumë e fortë dhe shumë e guximshme ju përgjigj kësaj ftese, duke i dalur në krah edhe bashkëshortit të saj. Selver Maçka u kthyer nga Italia për të qenë pjesëtar i ushtrisë shërimtare të Kosovës së bashku me gruan e tij Gjyhere Vezaj Maçka. Pavarësisht që kishin 3 fëmijë mrapa, ata nuk i menduan fare, vetëm se vendi jonë që të jetë i lirë. Për disa javë që të dy ishin në vijën e frontit, deri në momentin komandanti tyre e kuptoi që ata janë burrë dhe grua dhe kanë 3 fëmijë. Dhe tha, është një vendim i prerë, se nuk lejohen që të 2 prindet që të jenë pjesëtar të ushtrisë shërimtare të Kosovës për shkak se keni fëmijë për mbrapa. Dhe ëndra e saj u nda në gjysmë, sepse ajo vendosi që të kthehet te fëmijët e saj. Para se të ndahet, Selver Maçka ja la një mesazh. I tha, qëndro e fortë, qëndro pranë fëmijëve, edukoj dhe shkolloj. Ndërsa ajo fjalët i majti që sot ka një familje shumë të shëndosh dhe amanetin e tij e ka çuar në vend. Ajo sonte do të vijë për të rrëfyer shumë çka për periudhën e luftës, gjithashtu do tregon edhe rrëfimin se si u dogj kunata e saj e palëvizshme së bashku me shtëpinë e tyre. Ndiqeni këtë rrëfim nga Gjyhere Vezaj Maçka. Qëndroni me ne. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhe në studion të emisionit Rrëfimjete. Mirë mbrëma, mirë se u gjeta. Kemi nderin dhe kënaqësinë që sonte të kemi në këtë studio dhe të ndani një rrëfim shumë të veçantë me ne dhe me shikuesit tanë të emisionit Rrëfimjete. Faleminderit për ftesën. Fillimisht na tregoni si ishte jeta juaj në periudhën e para luftës e kam fjala. Po. Unë quhem Gjyhere Vezaj Maçkaj. Jam e lindur në fshatin Moradem, të komunës Prizrenit.
Jeta si në fshat, jem 8 motra, 2 vllazën, kemi kalu mirë, kemi pas një jetë normale si të gjithë. Në moshën 17 vjeçare jam martu në Prizren, në lagjën të Sus, me Silver Maçkaj, tani që është edhe dëshmor. Në cilin vit? Në vitin 1987 jem martu. Na i fali Zotit 3 fëmijë, deri jetën e kemi pas shumë të mirë, një jetë që gjithkush e ka pas lakmi, po fati ti është kanë deri aty që kur erdhi koha e luftës, ndryshoi gjithçka. Si ndryshoi gjithçka? Po Silveri në kohë mas kohe u shkoni për ndjekun prej policisë serbe. Kemi pas bastisje, kemi pas maltretime, si familje mi kanë të përndjekne, se edhe kunatën u kanë lëvizje për çështjen kombëtare edhe burri. Mandej në vitin 98 u detyru me hik me shku në Itali për shkak që mos më u ra dorë policisë serbe, se erdhën si shpesh me kontrollu. Mandej shkoj në Itali, në 88-ën, 89-ën u kthy si vullnetar për me u bashkangjit prapë ushtrisë lirimtare të Kosovës. Po dhe gjatë vitit 97, 98 ka bashkëpunu me shokët e vetë nëna ilegale, kanë pas aktivitete, për ata dhe u kanë në sytë armiku gjithmonë i njekën. Kohën e fundit kër e kanë thirrë është kanë 10 orë i 98-ës, edhe erdhën policia, thanë po na duhet Silveri për një pashaport, kena gavu një shkronjë. 2 ditë erdhën e lypën, nuk mujtën me gjetë, na thanë që nëse nuk vjen vetë, na dim që shë marrin. Atëra e dike se nëse bjen dorë tyne, mo nuk mund mu koni lirë, edhe vendosi me shku në Itali. Në Itali prapë me shoqëni atje, me mërgjimtarë t'jen mbledh, edhe kur erdhë 99-ën veç në prill, na u dëbum prej trojeve tona në Shqipëri, Silveri erdhë prej Italijës, edhe ju bashkangjit prapë ushtrisë lirimtare të Kosovës. Momentin kur ka ardhë, unë jam konë në Shqipëri se vjerit ka nejtë në Sus, me një kunat që kum pas të paralizune. Unë me kunatën 3 fëmijët e mi dhe 2 fëmijët e asaj kemi kalu në Shqipëri. Edhe kur erë Silveri, tash si çdo grua që e ka atë gëzimin që do të ma hek barrën e familjes, edhe unë ju drejtova, tha shqyr që i erdhe, me ma hek barrën familjare. Edhe ajo këthy tha, du me të thonë diçka, tha veç kujdes, mos më thuj jo. Unë menova diçka në familje mos kanë, edhe thash fol, më tregot çka kemi. Jo, tha, kur gjën s'kemi të keqe, po unë sot ku marrë, tha, për me shku ushtarë qërimtar, tha, nuk ku marrë me ta i gajlen ty. Ndoshta dhe ja ka një edhe zemra, tha, ndoshta të talon barën për jetë, po unë e kum vendos me shku. Atër kum thash do, unë ala se s'kisha përgjigje, veç se e di që i kum thonë, edhe unë jam shqiptare. Po me atë fjalë, ai më tha që nëse nuk ki frikë ti, hajde shkojmë bashkë, unë jam edhe ma i knaqe, ma i lumtur. Edhe kemi vendos me shku bashkë. Që të dy me qenë ushtarë? Që të dy ushtarë qlirimtarë për lirinë e Kosovës. Po fëmijët, a i mendua? Mendimi fëmijëve është konë se normal është. Sa kanë qenë, qëfar moshe kanë qenë fëmijë? 10 vjetë, 8 vjetë edhe 7 vjetë. Unë e kisha babën afër, edhe momentin që i thash Silverit që po vendosi edhe unë me shku bashkë, shkum te baba, u konë shumë afër me shtëpi, ku kemi nejtë në fshatin Bushat, një familje shumë nderume që duhet ta falenderoj. Edhe po i thot Silveri babës që o gjysh po e marrë qikën tona dish, për me shku ushtarë mu vesh. Ai baba mendon që po shkojmë në Kuks edhe po kthehemi. Tha merre më birë robëto, si pleqt në atë kohë. Po, nuk e kanë kuptu. Po, jo e ka kuptu, po s'doj kemi pranu atë kuptimin. Edhe u kthy ai familjari për ato, o Gjazilfi, çka po thush këto, po don me marrë në front. U kthy baba dhe më këqyri mu, tha mirë bebi, po ju i keni 3 fëmijë. Thashë bab, ani që kemi 3 fëmijë, thash fëmijët e Kosovës krejt janë në rrugë. Thash ku do të kthehen fëmijët e tonë? Na thash kemi vendos të dytë, po prapë këqyrim edhe miratimin tëmë. Kur nuk e harroj që e ka nxjerrë një ofsham prej shpirtit që i ka dalë dhe tha,
E bre bjerë, ta kisha pas ta pa martu këtë qik, lirisht ta e kisha fal lirisë Kosovës. Po nesër nuk e di fmita do të ma falin mu, nëse e një jetën të dytë. A e dini tha që moni mu vra. Edhe na të kesh thuj se ndarësëm i me të shku, thash po e dim që muna mu vra, po edhe nëse jetojnë fmit e tonë liri, thash s'na duhet neve jeta ma shumë se sa liria e fmive. Edhe kemi vendos, kemi shku deri në Kuks, e në majnë mend që na kanë qitë një letër të bardhë me nënshkrue, por fat keq ati pjesarit të ushtrisë nuk ja di emrin edhe sot atëherë që kush u kanë, edhe na kanë pyet 3 herë. A i dini ku jeni të shku? I kemi thonë po. A i dini që mundi mu vra? Po. A i dini çfarë ligje ka urna ushtria? Po i dim, do t'i mësojmë. Edhe kemi nënshkru të dytë, jemi kthy atë natë në shtëpi prapë. Nesrit kemi shku, kemi fillu stërvitjet, i kemi bën bashkë për 5 javë ditë, jemi kanë bashkë me stërvitje, me çka u dashtë angazhimet e ushtrisë qlimentare. Ishe e lumtur ti? Shumë. Nuk e di, sigur ditën që me thonë, sigur gjatë martesës që ku mas, atë lumturi e kum pas me vete, që nuk e di as vetë që shme përshkru. Ti lonsh 3 fëmijë, por sot që e menojmë, ndoshta atëherë kemi menu sa gjake u derë në Kosovë, vetëm të janë të lirë fëmijët e tonë. Po sot në qoftë se e kishëm rikthy kohën prap, a e kishe bo të njëjtën potezë, do më thonë prap i kishe lënë fëmijët apo jo? Prap e kisha bo, për atë dhej prap e kisha bo. Edhe sot në këtë moshë, çka do që të muj me ndimu atë dhejët, prap jam gjendje me bo. Po sot e kam ma letë se fëmijët i kam të martuan, kanë kriju familje, atëherë e kum pas ndoshta mas vështiri, po thash të i menu sa masakra është bo në Kosovë, na ka ardhe arsyeshme që sa do pak me ndimu vendit tonë, nuk është kanë keq. Po bashkëshorti para se të kthehet në Kosovë nuk ju kontaktoi, nuk ju tregoi fillimisht që do të kthehet edhe do të jetë pjesëtar i ushtrisë qlimentare të Kosovës? Po. Bashkëshorti ka tregu në fillim kur kemi dalë në Kuks që na përzon prej vendit tonë, kemi folë në telefon, edhe më ka thonë nesër mas dite jam atje, kur gjo ma shumë jo. A keni ardhë mirë, po mirë na jemi, prind kanë najt atje, paku pse me najt prind sen, po ata najtën vetë, edhe nesrit në ora 4 është kanë në Kuks. Po të shkoj mendja ty se do të kthehet për me luftu, apo vetëm një vizitë? Jo, e kam ditë që vendimin e ti nuk u mujtë, për shembull ndoshta as unë mi thonë jo, ose as dikush mi andru mendjen, sepse edhe para luftës ai për çështje kombëtare ka punu me shok. Ato e kemi ditë, po jo të gjitha, e kemi ditë pak a shumë veprimet e tia, vonesat, armatimin, kur kanë bardhë si sene, këto i kemi mujtë mi ditë, a më të gjitha nuk na i ka thonë asnjëherë vetë që po shkoj qëtu për shembull. Po vendimi juaj si ishte një vendim momental, apo në momentin që të tha bashkëshorti do të kthehet, e ke mendu që nëse do të kthehet, do ta përkrahej edhe unë edhe do t'i bashkangjitëm? Ato e ku mendu se kur kum dalë pi kufinit, e kemi një atë krizën më të madhe për shembull se çysh do të kalojmë në kufi, se përpara domethënë kanë ndodhur edhe në kufinjen, vrajen, sidomos femnat kanë përjetuar shumë keq. Edhe momentin që kum dalë në Shqipëni, e kum menu me veten time që nëse më lejohet, se normal e dini që shqiptarët kemi urdhna për burrave, megjithëse unë e kum pas një jetë që s'kum pas urdhën, s'muj me thonë, po kum pas një mirë kuptim, ama momentin që kum dalë kënena kum thonë sikur të më zhdon mundësia, edhe unë isha konushtare me gjithë qef. Po momentin kur ka ardhur Selveri dhe më ka thonë ato fjalë, atëherë kur i kum thonë jo veç dashta me thonë që edhe unë jam shqiptare, atëherë më ka përqafu dhe më ka thonë nëse s'ki ti frikë, hajde se unë jam ma i lumtur se kur. Edhe kemi vendosë, kemi shku bashkë. Po fëmija ku mbeten? Fëmijët i lash motrën e kum pas afër, edhe babën. Si ishte momenti kur u përshëndet me fëmijë? Për çudi është ka një moment që e kanë ditë fëmija jo me lot, mu përshëndet me fëmijët, e kanë ditë, po ishin aq krenar në atë moshë që e kishin, që ty prind mi pas ushtar, e nishin atë krenarin. Jo me çajt apo mu përshëndet, po një të mire kem pas na për shembull që për çdo natë kena shku në fshat, kena plajt në mbushat të fshatit.
kemi jetu. Edhe se kanë marrë vesh qaq edhe fëmija largimin tonë. Se tonë ditën i krysh në ato që ka duhet mi kry ushtrimet, servitjen, mande shkojsh në shpe, apet në mëngjes në ora 6 që mi kanë atje në bazë ku është dasht. E kështu që me fëmit është konë i madhi ka përjetu ma shumë, se u konë ma ofër çdo sen. Po jo në atë mënyrë që a dish, pra po e tham, e kanë përjetu krenarin ma shumë se sa s'kanë menu ndoshta që vritemi, se jënë konë fëmi. Po pastaj, pse t'u ndalu që të vazhdosh më tutje? Pse mu ndalu? Në këtë rast prap dua me falemderu atë e prorin Bedri Hoxhaj, që më ka kthy, se kanë shku me vite ku më rejtë shumë. Pse? Na ishim të shku për Kalimash dhe hypëm në kamionat që në konë të mushën plot ushtarë. Po në atë kamionin ku im konë na, jem konë unë e vetë mja femën, se dhe i kumë pas djalin e motrës, djalin e tezës, këtë jemi konë tonët. Edhe tash kemi hypë në kamion, po folim, po keshim, si me shkundarë, se mas njoni nuk u konë me nejtë për shembull pak seriozë se diçka. Nuk e di ka kemi marrë atë guxim. Edhe ky Bedri Hoxhaj na sheh, të i kesh edhe të afër shumë. Edhe e pyet djalin e tezës teme, se e ka bashkëfshatar, thot api njohësh ti çka po bisedosh me ta? Është Rajm Badallaj, edhe kthehet i thot po, e kam te zake. Po thot a janë të martuar, se normal mosha atëherë të ri. A janë të martuar, thot po, kanë edhe fëmijë. Edhe ai i kap kokën me dorë, sillet, rrotullohet ja 2 herë, thot ja, nuk mujmë kur, thot na, mi marr 2 prind në luftë, e milon 3 fëmijë jetima, kur jo. Edhe kthehet ati te sakit, ja bën që a pak po dokët që Serbia po le jetima dhe na milon me durët e tona, thot ligji i ushtrisë shtirimtare nuk lejon vetëm se kanë fëmijë, se tishin kanë pa fëmijë, i shkon okej. Edhe vjen ai te zaku e thirr Selverin poshtë, thot po të thirr ky e prori, dunët për kamionit, shkon, e shoh që diçka nuk shkon. Ai jam i zverdhët pak në fytyrë se nuk muj kemë më thonë jo. Edhe unë zbres për kamionit edhe shkoj afrohem, çka u bë. Selveri më thot, ligji i ushtrisë shtirimtare nuk po lejon 2 prind me shku në front, po ti mos u mërzit se herën tjetër ku të kthehem, unë e kthehem ti shkojsh me grupën tjetër. Edhe unë fillova me çajt, thash ju e keni bën plan, se nuk është ligji që s'lejon, thash një ushtare ma tepër gjithmonë nuk u kon keq për. Është plus. Po. Edhe je fillova me çajt ajo, shkojmë te komandanti bashkë edhe bisedojmë në sytë atyne dhe me ka dish si dëshmi me pas. Kur shkuam atje të njëjtën gjë, edhe komandanti tha jo, nuk lejohet. Por ndryshe, tha Selverit, ti shko tha në front, gruaja në të shkon. Jo, gruaja në të shkon në front, tha ti shko te fëmijët. A di se te shqiptari pak e dini që shkon, kjo fjalë mu merr shumë e rënd, ndoshta ai se ka qit në atë kuptim, po mu merr dhe rënd. Atëherë i thash komandantit, thash jo për front, thash shkojnë burrat, ky ka ardhur prej Italijës për me vendos për front. Po unë ku menu thash që nuk jam e tepërt, edhe ju ktheva këtij e prorit, thash ti ja mendove që arma nuk po di me përdor, a dish në atë urrëtitjen që pse më kthej. Po ky është çast njëri mirë, që një fjalë nuk e ka lshu, edhe pse e di që edhe ku më urrëti edhe mas luftës, kur nuk e ka prish fytyrën me thonë me nejt pak ma larg apo me asit gjithmonë nuk on. I vetmi person është që para varrezave kur i kem për vjetorin, ky është para varrit Selverit edhe të gjithë atyne që ju bën nderime. Asnjëherë nuk mungon. Pse ku është arsyeja që kanë kalu kaq vite edhe e keni kuptuar që shumë vite e keni urry si person, po tani nuk e urreni. E keni kuptuar që ai e ka pas për të mirën e ju? E kam kuptuar me vonesë, si çdo herë që shtojnë se tash ata shkuan, për shembull Selveri shkoi në front, unë u ktheva në shtëpi, po vazhdojmë pjesën e shtëpisë, se më thanë mundesh me nejt në shtab, ka punë edhe për ty, po me të drejtën çat shojnë ato sa shumë, thash jo, për në shtab thash nuk du punë, thash shkoj te fëmijët, e për front thash mos i s'pom lejohet, atëherë shkoj te fëmijët. Në të ardhmen këqyrim, ku të kthehet Selveri, bisedojmë apet. Edhe këta kanë vazhdu për front, unë e kam vazhdu për shtëpi. Është konë data 25-26 majt i konë.
E me 26 maj mu ka djek konata e paralizume në shpinë të sus, ku e në kanë vjerit. 2 shtëpiat janë djek edhe konata e paralizune. Ajo si është djek, ka qenë vetën aty? Për momentin kanë qenë vetëm, vjerit kanë dalë me ble bukë, edhe kur janë këthyje, veç se lagja kretë është kallë, do më thoni kanë kallë me shpejtësi, konata u kanë e palevishme, edhe është djek edhe ajo. Kështu që vjera kam rrinë paka shumë eshnat e saj me mbledh si nanë, edhe me varros për momentin në bord të shtëpisë, se s'ka pas rrugdalje tjetër. E varros qikën edhe nesrit nisën për Kuks. Veç se Selveri u konë në front, 26 maj, edhe rastin e motrës e kanë dëgju për mes radiolidhjes, që ju ka vrau motrën të sus. Prej aty, vjerit erdhën, shkum në shtab me aqu një letër Selverit që prind kanë ardhë mirë, se na nuk e dishna që i kanë dëgju për mes radiolidhjes, mandej kanë të regu shokët, po nuk arritëm atë që na u dash neve, nuk arrit as letrën tonë me marë, vese me 31 maj është vra dhe Selveri. Se prit këtë lajmë, kush jo tregaj për vrasjen e Selverit? Shumë ranë. Shumë ranë. Une paka shumë edhe me andra e kom ditë që diçka është ndodhë, se atë natë që po vritet Selveri, në 2:30 kum pa andër une, në 2:15 e ka pa andër vjera. Kjo është një fakt para lajmërim. Edhe kur jam zgjunë në 2:30 e kum pa vjerën dritare, edhe i kum thonë, nanë çka po bëshin të ketë koha, dish, dritare. Tha, po e pres Selverin, tha se e pa shandër, po s'mujta me përqafu. E po e pres, tha, mos po vjen. Edhe unë thash, edhe unë pa shandër, po mi vo 2 durët në gjokës edhe më ranoj. Edhe thash, ngrita kështot, mos e mazun e fryman. Vetëm që më tha, a i ki fjallë që mi ke dhanë. Edhe më ka dalë gjumi, në 2:30 u kanë, vjera në 2:15. Edhe po presim me nëzimë në gjesin, kur po del me shku, mos kemi naj lajmë prej Selverit. Kur u bon ora 6, ka ardhë baba jem. Lajmin e kanë qute baba. Edhe po të rëket ndirë, për qilim ndirën e u borit të ajo familja ku ishna. Edhe nësi e kum pa babën, tash nuk për thamë mirë më ngjes, po për thamë, he babë, qka kemi, se isha pjandrë, se... Tha, jo bre bi kur gja, tha ku marrë vjerit e tu janë të mërzitën, tha mi u dhonë gajret, për vajzën dhe me ke. Edhe unë për cjeli babën hap, pas hapi qka po pëntash, jo babë, kemi diçka, po më tregot është se unë e andër për di që diçka kemi. Jo, tha bi, ama unë e pesho që ka kajt baba dhe po për momentin po rri e fort. Erdhë hini mrena edhe ullë mes vjerive. Ka ona jonë e vrinit që thënë Lumjan, kur ullët, kur ka dikush një të rëndësit madhe, ullët mes prindve për mi nda dhimtën e tyne. Edhe kur e kum pa babën që ullë, i kum thani qikës motrës, thash, ja, Selveri është vra. Jo, tezë qka jetë e folë. S'ka shku as 2 minuta, baba për i thot vjerive, o mik, tha, po shkojmë deri në Kuks, se Selverin e kanë plagos. A dhonë, nërsi vjerive s'po i thëmë babës që janë shti vraën, se vjerit e besun që janë shti plagosën edhe unë nisën me njëherë në kam. Edhe unë shkova patikat për veshje edhe për thëmë babës, thash babë, a janë shti vraën. A i baba po më pret mu deri po dalë. Jo bre bi, tha se s'o shti vraën, tha shti plagosën. Disa herë për fshatit Bushat, deri në Kuks që i kumë thonë, babë, më trego bre babë se është i vraën, po nuk më ka tregu. Kur shkum në Kuks, po isha, po dalin shokët e ti, të plagosën, dikush pa plagos, për në gjaj, dikush pa të janë, 2 i kanë shku në Tiranë. Po baba, ty nuk ju tregoj vjerës edhe vjerë? Jo, i plagosën thasht. Edhe na për plagosën për shkem. Unë e disha 100% i vranë, se e kisha për andjenën që është i vranë. Edhe kur shkum hiem në spital, para se me hitë e spitali, baba më tha një fjallë, tha, oj bi,
Edhe nëse në shti vranë, tha dësh më kanë e fort. Ti tha dhe vetë ke pas me shku ushtare. Ti e di shka rëndësia e dëshmorit, ti e di shto. Dhe më thonë, më pregaditi me fjalë që thash po babe, di thash edhe e di 100% që a i vranë, po hani që s'po më thush. Jo, tha unë alap e di që i plagosën. Edhe kur shkova të dera spitalit, ma nuk e prita. Dhe më thonë, ti kanë me më thonë. Jo 2-3 veti pyta, a i keni pas Elverin, shok të ti që janë kanë. Jo janë në Altala, jo janë në front. Edhe shkova drejt të dhoma mjekut. Aty u kom pas rastin shumë të ranë. Edhe kom thonë mjekut, po du me ditë për Selver Maçkaj, a është i vramë, a i plagosën. Mjeku më ka këqyrë një herë dhe tha, shka i ki Selverin? Thash unë më kanë ushtari ati, thash po du me ditë, a është vramë. E lujti krevin që shto një motor tjetër, për thot jo, tha është gruja. A do ktheva mrapa asaj, thash po, jam, thash edhe do t'jam gjithmonë gruja ti. Po sot po du me ditë, thash që a është vra, apo është gjallë, se dy u folke që i kanë quk për Tiranë. Doktore nuk foli, e mor letrën e pranimit, edhe ma qitin tavolin, me lexu vetë. Aty kom lexu që Selver Maçkaj është i vrarë në vend, është ka numri telefon, letër njoftimit, dhonat e tia, data lindjes, edhe veç e di që i kom shu letrës për tavolinë, ju kom lutë Zotit, Zot mam me forcë. Kur gjësë më ka ardhë para forcës, para Zotit. Në atë moment ka ardhë vjeri. Se edhe a i tha, bre babi vdekën, a? Thash po. Ka për qafe, më duhet i cekë edhe këto që është ka një familje që si print e mi nuk kom ditë qka janë vjeri. Edhe në atë moment që ka marrë vesh që djalli ju ka vra, a i më thoi ke mu mjeri unë për ty bre bab. Dhe më thonë e ka menu jetën teme, se kjo thoi ke ka shku që shka dasht, hero është edhe të stot u pas njerë, po ti po më dhimash. Në ato momente s'disha cilit mi dhonë gajret, vjerive të 2 vjetër, apo dhe babën që i kisha ofër. Kumit të shtëngune, për momentin ka arë një halë, mandej kum fillu pak mu lirue, gjatë kohës të varrimit, kërkova me pa kufomën vetë, se thash nuk e pranoj nëse nuk muj me pa që sot po e varusi. Edhe aty falemderoj një Neptonin, që më tha po, muj me të me pa, vetëm se ti më kone fort. Thash po, do t'jem e fort, po isha e fort sa s'mi pronë fmit. Dhe më thonë, na shku me pa kufomën, deri sa fmit ishin alo pa ardhë në spital. Kur shku më poshtë, ishin 3 dëshmorë që kanë ra për një ditë, shkon Shpend Berisha, Beron Gashi, edhe Selveri, 3 kufomat qysh janë vra, dhe më thonë me uniforma, me teshat vetat, edhe për momentin vjera normal, nona e ka drejtën e gjithë shkaje, ja hopi këmishën Selverit, edhe ai është ka një plagosën në pjesën e qafës edhe të synit, po kur e shtini dorën mrena vjera e bani me gjak të djalit, edhe normal e puthë plagën. Edhe aty kom një sikletin shumë matron, se ajo nuk e di këtë çka, për shembull, u bo krejt gjak të Selverit, edhe thoj ke mos ma fshini se gjak i djalit tem është. E normale që për një nanë është shumë e zarshme. Ju kom thonë ushtarëve që nuk kam nevojë me najt vetëm, se sot është i krejt Kosovës Selveri. Burri jam do t'jetë gjithë jetën, se kam shoqër trashëgimtar, për sot ka boll ushtar, jeni ju, mu nuk nduhet me najt vetën. Ti thom nanës, largohu ti, se po rri unë 2 minuta, nuk e kum pa të arsyeshme. Po, ju thatë se keni pa në andër edhe me disa fjallë që mi ka thonë fjallë të fundit. Cili ka qenë komunikimi i juve, i fundit edhe të kalon do një mesazh që në rast se vritet?
Më kalon mesazh se ditën e fundit kur kemi shku që jemi nda, edhe para se me shku do të thonë 2 ditë përpara, kemi pas bisedën që edhe nëse vritem çka bëj. Për shembull. E atë ditë kur jemi kthye, mi ka thonë fjalët që unë po shkoj për front, po nuk e dija kthehem. Po ty kur gjën s'kisha dashur amanet vetëm fëmijët me mi rritë, me mi eduku, ashtu të shiko hijen e shqiptarit, me mu bon fëmijët e hajrit. Edhe jo një herë, disa herë mi ka thonë këta fjalë. Derisa i kom thonë, hec bre shkos, edhe nëse vritesh, unë gruaja jote do të janë fëmijët e mi do të janë edhe tu, derisa ta kam jetën, unë e fëmijët kanë më kanë me mu. E ky mesazh më rrotullokën krye për shembull se qysh, çka, pse, kretë senat vishin rënë. Vika ajo që ku erë fjallat që ku më rejtë, Bedri Hoxhën, se po mjenë palidhe që po thonë, po e shprej se ja ku më thonë edhe në sy, që pse thëshëm nuk më la, ndoshta edhe unë isha vra, ndoshta kishe përjetu edhe maron, po të paktën kisha shku deri në vend me ta. Po këto janë edhe të shkruanat e Zotit, që Zoti ka bëja më në qashto, e ka bëni sebe për më kthy, edhe sot jam para fëmijëve të mi. Po fëmija ishin shumë të vegjël, se përjetuan fëmijët humbjen e babait? Çdo fëmijë nuk e përjeton lehtë. Çdo fëmijë nuk e përjeton lehtë. Po djali i madh ma ka përjetu ma shumë se u kon ma i madh. Edhe i ka ma kuptuar afër, gjonat. po. Se për shembull vajza është kon edhe është edhe me recitim, ka recituar para kufomës babës vet, një poezi për Gjevë dhe Femir Ladrovsit. Dhe me thonë është kon e pregaditne që e kanë posat para ndjenën që ushtarë mu kon është mirë, ushtarë është lirimtar sidomos, edhe ma leti kanë marrë ushtarët, shokët e Selvirit, ta 2 dvojlt, hajde se po dalim, po ju qesim, a ky i madhe nuk më ka hek prej prenit. Edhe në momentin që ma kanë prun djalin e madh, e kom njat rëndësinë e nanës, kur thuhet se nana ka plagën më të madhe se çdo kusht tjetër. Pavarësisht se mu më kalon shumë keq, po elhamdulillah Zotit ku mujt m'ia dal, mendimin fëmijët qysh rritën, qysh kanë më bë, qysh kanë më eduku, këto kum pas, domethënë gjatë jetës, po në atë moment kur unë e kum rujt djalin tem për mos me shku më trishtu te kufoma, e vjerën e kum pa nena, thosha, kjo pe varros 32 vjet. E unë e peruj 10 vjet temin për mos me më trishtu, se që tu pe lidhe jetën të djali për shembull të fëmijët. Gjithmonë do të munis nga vetja. Po, kjo është rëndësia më e madhe edhe plaga më e rëndë, se nona gjithmonë e ka plagën e vlatit. Zoti kanë mos e provoft, po edhe kanë e ka provu, inshallah forcën ja jep, sa është e rëndë. Po pastaj si ishte jeta për ty, me qenë se ishe nana dhe baba, si ishte jeta për ty, sa ishte vështirë, sa kishe përkraje përgjithsisht nga familjarët? Jeta si çdo femër për shembull, sidomos para 26 vite, është kanë pak e vështirë. Se vendi punësimit të na në Kosovë nuk kemi pas përparësi si grua dëshmorit me pas një vend ku e meritojmë. Po falë Zotit, i kum pas njerëz që më kanë kuptu, edhe e kum pas mirë kuptimin e familjes burrit me kohë, se unë patent shoferin e kum marrë 95 në bashkë me Selvirin. Jem kanë dhe më thonë në atë kohë kum pas përparsin. Edhe kështu që më kanë ndihmu kjo pjesë, se masi që jemi kthy prej luftës, më dashht me kry edhe një shkollë, s'ka na duhet për instruktore, edhe kum hapa të shkollën, kum punu instruktore, ja kum dal, me shumë vështirësi, nuk është e lehtë, po ja kum dal. Ke hapa të shkollën vetë? Po, me ndihmën e vllaznive, po dhe me të kunatit, sa ka pas mundësia që na ka ndihmu. Po dhe vllaznit i kum pas për kraje gjithmonë. Për çfarë do rasti, çfarë do halli, ata i kum pas për kraje. Po pastaj fëmija duke u rrit në për shkolla, e kam përmend babajnë edhe duke ditur se babajnë dëshmor, pavarësisht që ndoshta edhe nuk ke desht më ju fol shumë për mos më mërzit, po
dëshmorët janë pa shmangshëm, Jo. pa harruar, domethënë të pavdekshëm. Gjithmonë ju kum folë, edhe pse ndoshta e kum lëndu sot për atëherë, muj me thonë që edhe pse jam nani kërkoj falje, po gjithë ju kum thonë duhet më bëtë mirë, duhet më bëtë shkollës, duhet me korrit babin, ai ka shku për Kosovë. Gjithmonë i kanë pas ta fjalët kur kanë ardhur prej shkollës, mësimin ja kum pyet çka keni mësuar sot, edhe pas mësimit prapë i kum thonë e mos harroni se jeni fëmijë dëshmorit, një rrugë gabune mos gaboni me marrë një rrugë që nuk ju ka hije juve. E gjithë ju kum nejt në krye, gjithë me këshilla, po edhe për babën ju kum fol, ai është hero, ai nuk hub kur, se djali i vogël i ka pas vetëm 7 vjet. Edhe kur vinshin ngushëllime, thoshin për shembull të ushtrisë normale se ai është i gjallë, ai s'des kurrë. Edhe djali vike më thoj ke prej dhomë një shtëpisë tjetër, ky i vogli, thoj ke mam babushi i gjallë. Edhe unë ja bësha po mre mamin, çka mi thonë ati se alo si kuptoj ke çka o vdekja që s'kthehet ma. E mandej me kalimin e kohës të ju rrit, ka dash zoti, një me edhe vetë jo mundu, po i kum pas në cansa të shkëllgjyshëm, i kum pas edhe i kam sot familjar janë, kanë kriju familje se cili, kanë fëmi, i kum rrit, i kum shkollu, i kum martu, atë obligim që ka pas ndoshta edhe 2 prind me ja ba, ja kum arrit. Do me thënë, fjallën e Selverit e ke qunë vend. E kum qu, për fëmijët deri këtu ku jemi, besoj që është i kënaqur edhe ai atje është krenar me ne. Se na po krenar me veprën e tij gjithmonë. Edhe gjithmonë beso se sa herë ta marr Çelsin që dal për punë, e kam atë kujtesën e tij që dal me emrin e tij gjithmonë, dal me kujtimin e tij, asnjëherë pa harruar. So ka qenë për ty vështirë të jesh një non edhe një baba, të njëjtën kohë ti luaj 2 role, edhe të njëjtën kohë të përkujdesesh për 3 fëmijë, duke marrë parasysh që ju thatë se keni hap edhe një autoshkollë. Do më thënë, në ato vite ka qenë edhe probleme dhe të futesh dikun me punua, se gjithmonë është paragjykimi njerëzve, duke folur njerëzit askush duke mos u ulur në karrikën tënde, se ti si njihesh edhe ti si do ta vazhdosh jetën tutje. Ke pas kësi paragjykime të tilla? Thash edhe pak më herët, përderisa pi familjes Selverit jam kon e lirë, i kuptueshme, edhe familja jeme më kanë përkra, nuk i kum dëgju shumë fjalët çka kanë mujt me thonë tjerët, sepse kum pas lirin qysh që jem martu në familje, jam kon e lirë, edhe s'kum mendu shumë, se normal ndoshta edhe kanë folë, ndoshta edhe kemi pas paragjykime, po nuk i kum marrë fjalët e tjerëve. Jam qunë mëngjes, kum dal herët, kum punu, edhe ala punoj, kum punu pa orar, vetëm mi arrit qëllimit që fëmijëve mos ju mungoje kur gja. Po edhe vjerrive jo, se i kum pas edhe vjerrit gjallë. E kështu që kum mujt m'ja dal. Paragjykimet i kum la në ana shkret, kush fol. Me rëndësi e ke ditë vetën. Po, me rëndësi është që qëllimi jem është kanë mi rrit që ta fëmijë, mi eduku. E falemderoj Zotin që mi janë eduku në rrugë të ajrit. Po fëmija sot janë rritë edhe kur e kuptojnë që si ka qenë vendimi jot për me qenë pjesëtare e ushtrisë lirimtare të Kosovës, çfarë mendimi kanë për këtë? Nuk kanë mendim negativ, sepse e dinë edhe ata që fjala e Selverit është kanë. E kanë thonë ndonjëherë sikur edhe ti kishe radhë dëshmore atëherë? Nuk e kanë thonë këto, po ç'me thonë edhe kanë thonë atë anën tjetër që ka dash Zoti për mos me na lënë 2 prind në rrugë, edhe kështu që ka qenë dikush sebeb që sot jetë. Është bën sebeb që unë sot jam. Se Selveri thoi që edhe nëse vritemi të dytë, Kosovën ka më udhëheq një shqiptar. E si ta udhëheq shqiptari thoi që fëmijët e tonë kanë më kanë të lirë, kanë mi pas drejtat e veta. E kjo fjalë edhe fëmijëve ju ka ra, domethënë edhe gjithë përmenden që mirë që je kthyje, po babushi ka lënë një fjalë që me të vërtetë nëse kish fitu Kosova, po nuk jemi të kënaqur sa duhet me këtë fitim të Kosovës. A mendoni që po bëhet mjaft për familjet e dëshmorëve? Të them pak, më vjen keq.
Së është derdhë shumë gjak. Kanë shku shumë rini, pleq, gra, fmi. E mos mu respektu një familje dëshmorit është shumë keq. Për fat keq nuk respektohen sa e meritojnë. E kum thonë disa herë dhe prape përsëris. Dëshmori nderohet kur ja nderon familjen. Kur ja respekton babën, nonën, gruan, fmit. Kur ja punëson fmit në vendin ku e meritojnë, atëre ke nderu dëshmorit. Nuk ka dëshmori në nderim me shku të varrezat edhe me thonë lavdi. Lavdin e kanë meritu ata. Edhe një fmi ta pyesim që mas 99-ës që ka lind, edhe ata fjallën lavdi din me thonë. Se sot i kanë bërë do vjetë për shama. Edhe këta tonë po flasë përgjithësi që te punësimi i fmive nuk kem përparësi. Nuk kem pas. Unë po nisëm prej vetës, prej familjes teme. Unë 3 fmit i kam me shkollë. Edhe më vjen keq me thonë se djali madh që 13 vjetë më punon në Roje, me fakultet. Qika më ka shku në Zvicër, djali vogël më ka shku në Gjermani, e qka nëse dhe i madhi me ndonë me shku dikon, qka e rujta une? A jeni e knaqën me këtë Kosovë ku jemi? Ma jep një përgjigjen edhe ju si prind. Adin se është kjo për çka kontribun për këtë vend, që t'na dalin fëmija Kjo është për shembull se Selveri e la mërgimin në shkon në Italie, edhe ka ardhë, ka vendosë me shku në front. E sot djali ti e vajza ti pe merë koferat prapë për të tje. Për mu si nanë është një plagë shumë e madhe. Shumë. Kur më ka shku sefte djali vogël, nuk e di veten qysh jam këthy. Mandej kur shkoj edhe qika, u bon 2. Një shkoj, një vjen, nuk takohen më me zveti, nuk i kanë pushimet e njëjta, për shkak që u shkollun, ai nuk është keq se fëmija i shkollun di me eduku një familje të vetën, nëse kur zhon s'bon, familjen e vetë do të din me edukue. Po, prapë si nanë mjetë smarak, pse nuk gjetë vend në Kosovë punësimit sa duhet. Po keni trokin ndo një derë për djalin që gjindet në një punë? Gjithkon. Edhe ka qenë përgjigje negative? Po, këqyrim. Amo 13 vjetë. 13 vjetë, qka me këqyrë? Në vështirë. është vështirë, po mjenë edhe siklet keq me thonë, për shembull se na kemi prit një liri që do ta sondojnë me të vërtetë shqiptarët, shtetin do ta mbajnë edhe do të kemë përparësina si familje dëshmorëve. Po vetëm u thonë përparësi me emër, me fjalë. Përparësi tamam. Unë për vete si familje, jo. Pse? Unë kum punu me forcat e mia, edhe ju kum përgjith shtetit, me pagesa, me çpagesa, me çka ka, nuk kemi pas asnjë lehtësim, ma të voglin lehtësim. Nuk e kemi pas. Është dashtë gjitha mi bon vetë. Edhe si grua dëshmorit, me pas të paktën një lehtësim që me thonë apo inspektorat këtë ven, apo këto senat atish, nuk e kemi pas ato. Për kundër asaj kanë këqyrë me gjithë diçka dhe me të thonë edhe një dënim ma tepër. Pavarësisht jetës që të ka sfidu me shumë gjana, edhe të njëjtën kohë rolin e nënës dhe babait, dhe një nënë me të vërtetë e fortë edhe sot ke një familje shumë të mirë, një familje shumë të shnosh që ke arritë edhe mesazhin e bashkëshortit tuaj ta çon në vend, se në momentin që një familje i ka fëmijët, siç thonë populli jon, fëmijët e hajrit, ajo është një familje mrekullueshme. Po pavarësisht të nuk janë dalë asnjëherë, pavarësisht punës, familjes, angazhimeve, ti je një grua me të vërtet, një grua shumë e fortë. Ju keni shkruar edhe një libër, na flisni pak a shumë për librin, me siguri që ke pas çka me shkruar, se ke përjetuar shumë gjana. Po. Është një fjalë e urtë popullore që thon ata që përjetojsh nuk mundesh mi harru asnjëherë. E unë ju kumtu të ardhmës që ndoshta na i ditë edhe mu i mi harrue,
kështu që i kum shpreh në libër. Librin e fundit, se kjo është libri 5 për mu. Libri 5. Librin e fundit ja kum kushtu me monografi të burrit Silver Maçkajt. Edhe jo mundu mi shkru gjitha ato përjetimet në libër, po edhe me poezi ka pak. Ka ndonjë poezi, ndonjë tregim, diçka që ja vlen për më na lexu për emisionin ton? Po, do ta veçoj poezinë kushtuar nënës së dëshmorit. E në këtë rast ja kum kushtu vjerës, nënës Silverit. 12 vite radha zi mallkoj, gurin fushën e ty o mal. Nga Zoti lutje ti drejtoj, që të më fal një djalë. Pas 12 vitesh në kërkim, Zoti madh më gëzoj edhe preherin tim. Me një djalë u gëzova, emrin Silverja vendosa. Shpejt u rritë trimi nënës, mori rrugën e drejtësisë, zgjodhi dritën për Kosovën e për popullin zgjodhi lirin. Ishe në mërgim biri nënës, nëna shumë isha përmalluar, por jam krenare biri em, që lirin në Kosovë keni pru. Nga dhuna egër serbe, nëna varosa të motrën me 26 maj, pastaj kalova dhe kufirin, me shpresë që do ta shohim birë. Por trimit kishte marrë rrugën që do ta zgjedhte çdo shqiptar, për motrën në front kishte dëgjuar, e tha me vete, ma ban halal nan. Nën shkreta, me 26 maj varosa ti me bi, me 31 maj zbritën trimat nga mali. Nëna po priste lajm të mirë, por çlirimtarët ju drejtuan, sa trime kishe pasur në lokë djalin. Nëna mbetet e shtangur, dhe me sy po vështronte, nga Zoti lutje ti drejtoj, forcën e shpirtit ja shtonte. Ky lajm i rënd, kur nëna dhe këtë e mori, mbahe fort në loke, se ti je një nën dëshmori. Nën shkreta lotët po i mban, po e përqafon ushtarin si birin e saj. Do të mbahem, tha nën lokja, do të mbahem o trim, vetëm më premtoni se do ta shoku fomën e birit tim, që një vit, tha nën lokja, e kam pasur në mërgim. Më lejoni t'ja shoh plagën ku e mori biri him. Më i nën dëshmori, dhe mbjen mirë ta di, mbau e fort nën loke, djali të la krenari. Pran ku fomës nëna u afrua, më linin e vinot vetëm mua. Por ushtarët çlirimtar, nanën po e mbajnë me fjalët e lavdis. Djali yt nën loke, ra në altarin e liris. Po bite mi, nëna s'do të çaj, vetëm një fjalë për shëndetse t'ja thot birit të saj. Bir, nëna gurit ja kërkova forcën, ai me plot krenari ma dha. Malit ja kërkova gjelbrimin për ty, po ti birim plot gjelbrim më la. Më la dhembjen bir, që do ta kem për jetë, më la dhe krenarin, që brez pas brezi shqiptaria do ta ketë. 12 vite të kërkova, dhe nga Zoti shumë më gëzova, edhe sot biri em, me veprën tënde u krenova. Sot unë jam e vdekur bir, po për të gjallët lash një amanet. Nëna të dëshmorve të respektohen, për lavdin vepra dëshmorve, brez pras brezi do ta ketë. Faleminderit shumë, na solla emocione në këtë studio. Siç duket, kjo do të thotë që ti ke pas raporte të jashtëzakonshme me prind të bashkëshortit apo me vjetën dhe vjetën? Po, i kum pas sigur me pas prind, si prind e mi. Derisa edhe ke shkruajt poezi. Ku jam mundu me hinë dhimbtën e saj, si të thash, fëmijët për shembull vetë jam non, edhe jam mundu me hinë në tonën e nonës që çfarë dhimbtë ka pas, e vjera e me 12 vjeç ka bo fëmijë. Mas 12 vite ka pas Silverin. Edhe është konë fëmija i parë, për nonën është me gjithë se i ka pas... E ka pas vetëm Silverin? Jo, mandej në konë edhe 2 binake dhe një vlla e ka Silveri.
Njënën që është djeg në shtëpi, tash edhe një motër e një vëlla ka. Mirë po se Elviri është konë pik adopt e virrive. Po, prapë është konë një nanë e fortë, që kur nuk e ke pa të kajt, por gjithmonë e ke pa të dhanat forcën që ajo është i gjallë, Zoti ma ka falë, Zoti ka ba emën për me shku për lirit Kosovës, a ka ma mirë se për liri me dhanë e vlatin. Edhe se di ka marrë atë forcë, po me siguri Zoti ta jep forcën. Edhe ajo si nanë kanë e fortë, familjarisht janë kanë të fortë. Si baba, si nana, si vllau, motra, e kanë pas një forcë të veçantë. Ne këtu po shohim edhe një video të dasmës, keni vendosur për një ditë që t'i martoni që të dy djemët. Po. Na flisni pak a shumë për këtë dasëm. Po shife që ka qenë një dasëm madhështore. Po. Në fund, familja ka festu një fest tamam. Dhe më thonë, gjitha ajo vujtje, gjitha ajo sakrifice jetës, ma në fund jam dalë fitimtare me rritjen e fëmijëve, ashtu si që ka dalë ushtria qeverimtare me lirinë e Kosovës, ashtu edhe unë e kom përjetu një gëzim familjar, po ka dalë Zoti edhe shumë gëzime tjera mrapa tyne. Këtu janë 2 djemët, vajza dhe 2 nuset. Dhe më thanë, është konë një darsëm shumë e mirë, po në këtë darsëm du ta falenderoj prapë Remzia Osmanin edhe Nexhat Osmanin. Këta e kanë heshu darsmën teme, edhe e kanë bo këto pa asë një cent pagese. Për ato du ta falenderoj, se Remzia e kum pas një shoqni, dhe më thanë, para se mi martu djemët, po jo nuk e kum ditë që ajo do të vjen vullnetaret e unë. Momentin kër i kum tregu që e kum da datën e darsmës, më ka thonë që pritëm vetëm 5 minuta, du me të thonë diçka. Edhe u konsultu me siguria ka datat e zanme. Edhe më ka thirrë në telefon, më ka thonë, me 5 shtator, une me gjithë Nexhatin do t'jem këngëtar të ndarsëm tane, pa shpenzime kur gja heq. Edhe mu më ka orë në këtë rast që fjala se Elvirit, kur ka shku në Francë që ma ka thonë, unë edhe i vdekën më konë, për hallet e tua prapë ko më konë për krateje. Edhe unë këtë rast të ku menu që me të vërtet, se kjo ka orë për atër dëshmorit, ndoshta jo edhe për mu që pak si shoqe, po dëshmori ka vlerën më të madhe, edhe në ato momente, jem konë shme thënë edhe prekshme, po edhe krenare që pas ka njerë që po të respekton prapë hatri dëshmorit. Remzia u kanë me gjithë Nexhatin, e kanë bo një darsëm, dhe më thonë, nuk është nalë heq, gjithë ka valzu, gjithë ka kënu. Unë e kum një vetin, pavarësisht asaj që jam kanë e lëndu me në anën tjetër, se është ranë, është shumë zorë, një krye familjar, pa e pas, me njës një darsëm me 2 nuse, është pak e fshirë. Ka shku gjithë kjo darsëm pa lot? Po, shumë pak jam... Sa ka qenë vështirë për me menaxhu? është kanë vështirë, po hatri fëmijëve, as një pik lotit, jam ledh pak dikon, është edhe foto, po prapë jam majt në temën që nuk do të me qajtë se mi kalon shqyqyrë Zotit që janë bon për martesa, edhe për me kriju familjet veta. Vështirë e kum pas, e sidomos kur i kum njës krushit. Vjerën e kum pas, po konë i moshun, edhe më zhdasht vetë në se cilën pjesë, qoftë edhe të burave, me orientu se fëmijët të ditë po, krejt darsmën më dasht vetë, më kanë ndihmu kojshit, dhe më thonë që i kemi afër, po prapë është krye familjari aj që të mungon, e kum pas pak të vështirë, po momentin që janë njës krushit, më ka thirrë Remzia prapë, sigur me u konë aty që i ka pa krushit që jam njës, edhe më ka thirrë, më ka thonë që ti je e fort, nuk bën mu dërzu, se prej zonit murvesh që u mërzita pak, se 2 djemët ishin
dhëndur, domethënë nuk kishin drejta me shkue me dasmort, edhe pak e kum një vetë në siklet, po prap ka dash Zoti, ja kemi dalë. Mirë kem kalu. Kjo është fotoja 99-s, në varrim, domethënë ri varrim të Selverit. Këtu tash jam me 2 djemtë. Këtu jemi me një aktivitet shoqatës gratë dëshmorëve që e mbajmë. Ky është personi që më ka kthy prej kamionit, Bedri Hoxhaj. Më në fund një foto. Më në fund. Këtu prap me djemt jam. Ju jeni edhe aktive në organizatën gratë dëshmorëve. Po. Që sa kohë jeni? Që 5 vjet. Që 5 vjet. Po çfarë aktivitete organizohen këtë? Po sidomos shëndetësore, ndihma kështu ushqimore, kush ka që nevojë. Janë do kategori që nuk është të thonë na gratë kemi, është shoqata gratë dëshmorëve, po për cilën që ka nevojë nuk kemi dallime. Nuk ka patjetër mu kanë familje dëshmore të minimue. Po e ndihmojmë edhe atyne që kanë nevojë. Sa keni përkrahje, domethënë nga bizneset për këtë shoqatë, me qenë se për organizime të tilla duhet edhe një buxhet ta keni? Po, na përkrahin. Shoqata, këto bizneset na përkrahin, po na përkrahin pa emna. Na kanë lutë që nuk i dojmë emnat, na po i përkrahin për hatër të Zotit, kush ka nevojë, kemi pas operacione për shembull, kemi pas që kanë pas nevojë gratë dëshmorëve për sy, për vesh, për gjonat matrona që janë. Aty na ka ndihmu edhe Ministria e Shëndetësisë. Sa do pak po mundona nga pak me punu edhe me ta. Po megjithatë një shoqatë që ja vlen me ekzistua, me qenë se bën gjithë këto aktivitete, edhe grumbullohen të gjitha gratë të cilat keni nevojë për një takim, për një muhabet njëra me tjetrën. Për fat keq na nuk e kemi një zyre tonën, ku mundemi me mbledh gratë për takim. Po pse nuk keni një zyre? Po nuk e kemi përkrahjen e Si funksionon kjo si organizat? Do më thonë bëni takime vetëm kafe? Po bëjmë takime në për lokale, mlidhemi, kur i kem takimet që pa tjetër me majt, por ndryshe është pak vështirë pa pas një bazë se ku më drejtu. Keni bo kërkesë për një hapësirë? E kemi bo kërkesën, na është kthy negativ për fat keq. Presim. Do më thonë keni bo kërkesë kuvendit komunal të Prizrenit? Kemi bo kërkesën e kuvendit komunal, na u ka kthy negativ, nuk ke mundësi njerë, shohim në të ardhmen. Edhe kështu që janë bo 5 vjet, nuk kanë po hala. Po pse se organizoni një lloj protesta, shtu si qeni ato gratë dhe me shku të hymja e kuvendit, do më thonë një përgjigje direkte, do më thonë për me refuzu një gjatë tillë kur dihet ka hapësirat ndryshme, mos të flasim për një zyre, një hapësirë simbolike që mos t'ju aprovohet një kërkesë e tillë, më duket shumë por derisa kemi vujt absurde. Nuk peshojmë të arsyeshme me po protest për diçka. Po shpresojmë që në të ardhmen kanë me na kuptu edhe ata dhe kanë me na nda një pjesë. Kur ma të ardhmen sa vite shkun, mos t'ju japet një hapësirë, po krejt këtyne dëshmorëve, ne sot e gëzojmë lirinë edhe jemi të lirë, e ne mos të lirojmë një hapësirë, do me thonë gjitha grave dëshmorëve. Inshallah, këto fjalë të juja shkojnë edhe në vesh tyne, dhe kuptojnë pak ku jemi. Se unë e kum bo kërkesën ato shka, edhe nuk jam një njeri që të bëj shpesh kërkesa, një herë, 2, 3, besoj që mjaftojnë. Një jetër në kërkesë shka me bo. Bisedova me kryesusën një ditë, thash, po veni takim. Tha, për qatë punë hiq mos hajde, kur zha tha s'keme. Çka me thonë? është pak e rëndë. Pa koment. Edhe kështu që nuk kemi na buxhet tonin, se për shembull e marrim edhe një me qira, një zyre, po nuk kemi buxhet të rrjedhshëm që mund me mbulu dikush. Mu kon naj biznismen që del e thot për shembull që unë për një vjet për paguaj, tjetri për një vjet, edhe na mundona, adish, ka pak edhe si anëtare të shoqatës mundona me bën diçka. Po nuk e kemi bën, te bizneset nuk e kemi hap këtë bisedë. Kum prit prej kuvendit komunal se aty i kemi bazën, aty i kemi rrajt tona. Edhe kum prit prej atyne. Edhe nuk ma ka marrë mene që të ta kthejnë një përgjigje negative,
Po për fat keq 2 herë negative kanë kthyer. Edhe tash tretën s'dija me aplikua ju. Është një dëshpërim për neve për shembull. Se përderisa ti je ul në çat karrik ku je, ku kof në vendin ku e meritojnë apo se meritojnë ato e din vet. Përderisa ke kalu çatje, mos e harro se gjakun e dëshmorëve e ke shkel. Edhe mbi gjatë gjak tyne jeni në karrika. Mendoni pak, të paktën që kanë lënë dikon për mas. Kanë lënë, nonat e dëshmorëve kanë hec me mallin që kur s'kan me pa për shembull fëmijët e vet që i kanë dhënë në moshën më të mirë. Edhe gjenerata jonë po shkon e grave dëshmorëve, shumica edhe jona kanë vdekje, janë smute, janë me kancer, besa nuk kanë kurfar përkraje. Po na fëmijët e tonë ku t'i lëm? Pse unë sot për shembull jetën time ja ku bën halal t'i vendit, edhe nëse vuj, krejt halal i koft. Po valla dirsën e fëmijëve jo bre. Jo. Kjo na obligon në të ardhmen, nëse ata s'lëvizin, do të lëvizim na. Po presim edhe pak. Ndoshta po ju Kjo vjen. një foto shumë me rëndësi. Po, kjo është foto në afër Kalimashit, këtu është nana Selverit. Këtu jam unë me 2 fëmijët, çikën edhe djalin e madh. Këtu jam me shoqëri në Suarek. Këtu jemi prap në mal. Të pandashëm. Për fat keq na ndanë në fund. Këtu janë fëmijët, vjerri, këtu prap në aktivitete. Kjo në familja, një pa mesa që janë shtu. Këtu është Selveri me djalin e vogël. Ja 2 vite pa u vratë shtu. Këtu janë 3 fëmijët e mi edhe një akunatës. Prap në aktivitet. Vjeri është me nusët e mia. Vjeri ditën e varrimit. Në Shkup jemi. Kjo është një dhuratë e një mesës Selverit. Këtu po tregon që jemi me PDK-n. Në orë letrare. Do të thonë kemi fotot pa numër të cilat po na shfaqen. Këtu jemi në varrim. Është vajza dhe djali poshtë, djali vogël. Këtu është fëmijët 3 të djalit vogël janë. E këtu është dita që jemi nda. Dita e fundit që e kum përcjell, po. Këtu është Selveri. Këtu është kjo Azem Sylla që ka ardhur në vizitë gratë e dëshmorëve. Jemi prapë në aktivitet. Fëmijët të 3. Këtu djali madh me çikën. Kjo është që mi ka kthy në ngjyrat e jetës çika djalit madh. Se dhe që i ku martu djemtë nuk e kum ni atë gëzim të kthimit jetës teme. Shqyr Zotit, më vjen keq me thonë që si jam gëzue, jo në atë anën tjetër. Po dyqysh prapë jam kanë si a kur ka le çika djalit e kum pas një ndjen krejt ndryshe. Edhe kam pik dopt, kam edhe tjera plot, po këta. Do të thonë ta ka hek edhe mërzin. Ma ka hek mërzin, po edhe mi ka dhënë ngjyrat e jetës me i pa, se kum pa veç bardhëzi. A kur ka lind kjo, më është kthy një jetë këtë tjetër. E nderuame, krejt në fund të emisionit, cili kishte me qenë mesazhi juaj për gjithë popullin ton, për familjet e dëshmorëve, për gjithë të rinjët tanë të cilët e dëgjojnë, e shikojnë këtë emision, rrëfim jete, gjitha këto të cilat i ceke në këtë emision. Mesazhi për rinin mos ta lëshojnë vendin, shumë lehtë për lëshojnë. Shumë rane fitum. E sot me gjak e fitum, po e lëshojmë në liri. Po edhe për tjerët në të hapën vend punësime ma shumë, që mos na detyrojnë fëmijët e tonë me shku jashtë. E ardhmëja pritet prej fëmijëve, prej rinisë. E na me sa po shohim rinia, ja kam sy perëndimet. Kjo më dhem mas shumëti, që kur e menoj që për qëtë liri, për qëtë tokë kemi dhënë shumë. Edhe sot
me shku atë shlershëm, me jam sy Perëndimit, nuk e di ku do të dalim, po dhash Zoti do të bëhat mirë. Inshallah do Zoti ju bjen ndërmend edhe atyne që duhet me kriju vend e pune e për me majtë rinin afër. Shpresojmë edhe ne kështu të falenderoj edhe njerë nga zemra që ishe pjesë e emisionit dhe që ke bërë sa kilometra nga Prizreni që të jesh në studion të emisionit Rrëfim Jeta. Faleminderit edhe juve. Kilometrat nuk janë asgjë, por nga të atyne që kemi përjetu, më vjen mirë që keni marrë guximin, na keni bën ftesën, ju falemderoj edhe une, se nëse s'thuhen sot, do të harrohen nesër. Kanë kalu 26 vite, edhe duhet i themi krejt që në ta dinë edhe rinia nuk ka ardhur aq lehtë liria, sa sot po mujnë mundapi vendlindjes e me shku dikun tjetër. Gjithmonë është kënaqësi që të bëjmë emisione për dëshmoret se falë tyne ne sot e gëzojmë lirinë, edhe brezat e ri që mos t'i harrojmë se në momentin që nuk flitet për shkolla, nuk flitet gjatë jetës, të gjitha këto gjana po shkojnë të harrua dhe ku po mbesim ne si popull. Kështu që kënaqësi gjithmonë me realizu emisione të tilla. Faleminderit shumë edhe një nga zemra. Faleminderit edhe juve, inshallah Zoti është përblen me të mirën këtë jetë. Faleminderit.